Majoranca socialiste ka miratuar me 83 vota pro, 32 kundër dhe asnjë abstenim paketën e plot prej 9 projekt ligjesh që lidhen me buxhetin e vitit të ardhshëm, paqen fiskale dhe rivlerësimin e pasurive. Seanca maraton zgjati rreth 16 orë dhe u dominua nga debate të forta me shumicës dhe opozitës, e cila akuzoi qeverinë për mungesë transparence dhe kapje të procesit buxhetor. Gjatë votimit u vënë re disa qëndrime të veçuara brenda vetë majorancës. Deputeti Erion Braça nuk mori pjesë në votim për projekt ligjin e taksave vendore, ndërsa deputeti Vullnet Sinaj u distancua nga 2 projekt ligje të rëndësishme që preken marrëveshjen e paqes fiskale dhe fshirjen e detyrimeve tatimore e doganore, megjithse votat e tyre nuk ndikuan në rezultatin final, qëndrimin e tyre e interpretuan si sinjale pa kënaqësie të brendshme. Kryeministri Edi Rama mbrojti buxhetin e vitit të ardhshëm duke theksuar se investimet e planifikuara do të sjellin stabilitet ekonomik, zhvillim të infrastrukturës dhe rritje të shpenzimeve sociale. Ndërkohë, opozita u shfaq në sallë duke i kthyer kurrizin qeverisë, një akt simbolik proteste për të denoncuar atë që e quajti buxhet që favorizon oligarkët dhe rrit barrën për qytetarët. Një moment i rëndësishëm i seancës ishte rikthimi i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila foli për herë të parë pasi SPAK e mori të pandehur për çështjen e tunelit të Llogaras. Balluku deklaroi se nuk do të flas asnjëherë kundër drejtësisë dhe akuzoi opozitën për 2 standarde, por nuk dha asnjë sqarim konkret mbi hetimin që e ngarkon me shkelje të barazisë në tendera. Sipas SPAK, ajo ka anuluar tenderin e parë prej 140 milionë eurosh për të favorizuar një fitues të pacaktuar në tenderin e dytë, që shkoi në 190 milion euro. Në fund të seancës, pavarësisht tensioneve, majoranca i dha dritë një shile buxhetit të vitit 2025 dhe projekt ligjit shoqërues, duke mbyllur një nga diskutimet më të gjata dhe më të ashpra të sesionit parlamentar.